Punimet në segmentin kthesa e patosit Fratar kanë arritur në masën 40% dhe aktualisht po vijohet me ndërtimin e veprave të artit, skarifikimin e asfaltit ekzistues, zgjerimin e rrugës si dhe punimet e gërmimit dhe mbushjes. Detajet janë bërë me dije nga Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas saj, në segmentin e dytë ka nisur dhe hedhja e shtresave asfaltike, ndërsa kjo ndërhyrje do të lehtësojë lëvizjen e automjeteve dhe nxjisë zhvillimin e të gjithë zonës. Punimet në aksin rrugor Fier kthesa e patosit Ballsh Fratar nisën në janar të këtij viti, ndërsa në dokumentet e tenderit thuhet se aksi ishte në gjendje të amortizuar, pasi prej vitesh nuk kryheshin investime. Segmenti ku po ndërhyet ka një gjatësi prej 43.6 kilometra, përfshirë qytetin e Ballshit me gjatësi prej 0.9 kilometra. Pjesa tjetër ndahet në 3 segmente, ku i pari nis nga Fieri deri në kthesën e patosit me gjatësi 5.9 kilometra. Segmenti i dytë përfshin aksin kthesa e patosit Hyrje Ballsh me gjatësi 17.2 kilometra, ndërsa i treti Dalje Ballsh Fratar me gjatësi 19.6 kilometra. Sipas afateve kontraktuale, rruga parashikohet të përfundojë në ver të vitit 2026, por synimet janë që punimet të mbyllen përpara afatit.